E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak ngjarjet më të fundit. Ngjarjet më interesante që po ndodhin në jetën e artistëve shqiptar. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek një fenomen. Në fakt ato janë dy fenomene. Është fenomeni Dafina Zeqiri dhe është fenomeni Fifi. Dy artiste që në dimensionet e tyre janë munduar që të rinë në këmbë me profesionalizëm në këtë kohë të ashpër edhe të egër të këtij tregu të rënd që po ndodhen në shoqërinë e muzikës. Fifi së fundmi mbajti një koncert recital, një koncert në fakt të munguar në stadin të cilin e mbajti Fifi, sepse unë këtë koncertin do ta kisha krahasuar me koncertet recitale turke që njihen për angazhimin e tyre rreth skenave gjigande, rreth orkestrave gjigande, rreth punëve gjigande. Do ta kisha krahasuar me botën e jashtme, do me thënë një koncert i mirë organizuar që në fakt la pa fjalë të gjithë shqiptarët. Por një koncert i ngjajshëm dhe shumë gjigant ishte ai edhe i Dafina Zeqirit. Edhe Dafina Zeqiri me koncertet e saj, do me thënë, ka bërë kryevepra, jo vepra, ka bërë kryevepra. Tani, siç duket, të dy vajzat kanë ndezur mirë motorët dhe po punojnë për të qenë pranë publikut shqiptar. Fifi është një artiste e cila nuk kënaqet me pak, ajo gjithmonë do më shumë nga vetja. Do gjatë gjithkohës të punoj, të sjell projekte te publiku, projekte që nuk janë të thjeshta, projekte që nga muzikologët, nga njerëzit të cilët dinë të dëgjojnë muzikë, vlerësohen jashtëzakonisht shumë. Domethënë këngët e Fifit dhe të Dafinës kanë thyer rekorde. Kështu që me 15 maj në sheshin Skënderbem, shqiptarët do të kenë fatin të shijojnë eksperimentin më të bukur që di të falë Dafina Zeqiri. Dafina Zeqiri do t'jetë në kulminacionin e saj në mes të Tiranës, në sheshin Skënderbej, aty ku do t'i këndoj të gjitha hitet e saj, dhe nga ana tjetër pritet një koncert i radhës i Fifit në Prishtinë. Një koncert që në fakt pretendohet që do t'jetë më giganti që ka ndodhur ndonjëherë. Unë kam besim tek Fifi, kam besim tek Adisi, e di që bëjnë një punë jashtëzakonisht të mirë menduar, e di që bëjnë një punë jashtëzakonisht të bukur dhe mendoj që do të sjellin projekt fantastik. Le t'i presim këto dy divat shqiptare duke dhezur skenat fantastike që vetëm ato dinë t'i bëjnë.